Si qelizat biologjike apo meduzat nga thellësitë e oqeanit, tentakulat e veprës artistike Heradiolaria lëvizin para vizitorëve të magjepsur. Vepra është pjesë e ekspozitës së parë personale të Anika Yi në Azi. Artistja bashkohore është e njohur për teknikat e saj jo të zakonshme, dhe ato janë të ekspozuara në Qendrën e Artit Bashkohor në Pekin, e njohur në gjithë botën. Ekspozita me titull Anika Yi, There Exists Another Evolution, But in This One, përfshin pothuajse 40 skulptura dhe vepra arti të krijuara nga artistja e njohur koreano-amerikane. Një herësh e shënon vizitën e saj të parë në Kinë. Të vendosura në hapësira të mëdha dhe të pandriquara, shumë nga veprat e artit inkorporojnë dritën dhe lëvizjen. Duhet të provosh gjërat e reja. Pasi nuk e kam vizituar Kinën më parë, nuk bëra një vizit në teren, kryesisht sepse ka pasur pandemi nga koha kur konceptuam ekspozitën dhe tani. Unë vërtet merrem shumë me hapësirën. Ajo është kaq e rëndësishme për të përcaktuar se çfarë lloj narrative dhe historie mund të tregonim në këtë hapësirë. Ishte vërtet piknisja e gjithçkaje. Hyrja e ekspozitës përmban një korridor të gjatë metalik që zgjerohet në hapësirat e errta të galerisë. Hapësira e ekspozitës në Qendrën e Artit Bashkohor, sipas kuratorit të muzeut, Peter Elley, frymëzohet nga izolimi dhe steriliteti klinik, duke u referuar laboratorëve, spitaleve dhe anijeve kozmike të filmave fantastiko-shkencor. Yi, e cila ka lindur në Seul dhe jeton në qytetin e New Yorkut, ka pasur ekspozita të shumta personale në mbar botën, përfshirë muzeun Tate Modern në Londër. Krijimtaria e saj shqyrton marrëdhënien midis biologjisë dhe teknologjisë dhe përdor një gamë metodash kreative si lëkura kombucha e bërë nga fermentimi i çajit dhe sheqerit dhe mbështjellëse të mëdha që varen nga tavani dhe janë krijuar nga algat. Si pjesë e debutimit të saj në Kinë dhe e frymëzuar nga elementi i inteligjencës artificiale në punën e saj, Yi mori pjesë në një bisedë artistike për të bashkëvepruar me audiencën kineze lokale. Punëtoritë e imazheve të krijuara nga inteligjenca artificiale do të organizohen nga Qendra e Artit Bashkohor në Pekin gjatë periudhës sa do të qëndrojë e hapur ekspozita. There was something exciting about being able to introduce her work to an audience here. Është diçka emocionuese që të kesh mundësinë për të prezantuar punën e saj tek audienca këtu, sidomos duke marrë parasysh gamën e interesave të saj në teknologji, në veçanti inteligjencën artificiale dhe përparimet e saj në këta vjetët e fundit, si dhe përballjen mes kompanive të teknologjisë amerikane dhe kineze që ofron një lloj ure konceptuale. That she was very excited about addressing here with a Chinese audience, at least as she imagines it. Një numër i madh vizitorësh kurioz pushtojnë ekspozitën të intriguar nga shpreha artistike e artistes Yi. Kuratorja e artit nga Pekini, Carly Cheng, ndihet e humbur në ekspozitë, pavarësisht asaj që ajo e sheh si shprehje të përmbajtur të artistes. Ndjeva se shpreha e saj ishte shumë e përmbajtur. Kam humbur në ekspozitë. Ndjeva se ajo donte të kritikonte shumë gjëra dhe kishte shumë për të shprehur për organizmat dhe marrëdhëniet midis organizmave dhe qenieve njerëzore. Edhe pse gjuha e saj është shumë e rrep, ajo i bën njerëzit ta përjetojnë një intimitet të zbehtë dhe të çuditshëm. Për Anikan, kjo ekspozit nuk është thjesht një mjet i dobishëm për të prezantuar punën e saj para një publiku të ri, por edhe një mundësi e ndërsjellë për të mësuar nga audienca lokale, falë shqetësimeve të përbashkëta për ekzistencën që ka ndarë me artistët kinez të cilët i ka takuar. Having that exchange and dialogue, I've already met quite a few amazing. Është e rëndësishme të kesh atë shkëmbim dhe dialog.
Unë kam takuar tashmë mjaft artistë të manitshëm kinez dhe shqetësimet e tyre për artin, shqetësimet e tyre për ekzistencën vërtet përputhen me të mijat. Unë dua ta vazhdoj këtë marrëdhënie. Janë vetëm këta lloj kufish dhe kufizime që i mbajnë këta binar dhe këto dyzime, por ne kemi shumë gjëra të përbashkëta dhe jam mirënjohëse që jam këtu dhe kam mundësinë të mësoj prej tyre. Nëpërmjet qasjes së saj novatore e multidimensionale ndaj artit, ji riimagjinon kufit midis jetës dhe teknologjisë. Në një kohë kur përparimet e shpejta në inteligjencën artificiale po provokojnë shpresë dhe frikë, artistja ofron mundësi të reja për të marrë në konsiderat natyrën e evolucionit njerëzor, krijimtarinë dhe format e shfaqura të bashkëjetesës. Ekspozita Anika Yi, There Exists Another Evolution, But in This One, qëndron e hapur për publikun kinez deri në muajin qershor.